Tani pranë jush do të vi me një histori pak të pazakont, por në jetën që ne jetojmë, në përditshmërinë që ne jetojmë, realisht është bërë e zakont. Këtë rrëfim ma ka shkruar një vajzë e cila është dashuruar me një burr të martuar. Në fillim i ka pëlqyer marrëdhënia që ka ndërtuar, edhe pse unë merësisht jam kundër lidhjeve dhe marrëdhënieve të dashurive me burra të martuar, sepse është thjesht një emocion që ti e ndërton i gabuar në vete dhe ti e lëndon veten. Dhe pikërisht kjo vajzë, duke qenë si më mirë, është lidhur me një burr të martuar dhe tani marrëdhënia e saj po shkon drejt fundit. Vajza thot kështu: nuk e di a ka ndonjëri prej jush durimin të dëgjoj rrahjet e një zemre që është thyer në mijëra copa. Ju shkruaj sot, thot, jo për të justifikuar, por as për të kërkuar mëshirën. Por sepse shpirti im ka arritur në atë pikë ku heshtja bëhet më e rëndë se vdekja. Jam ulur këtu në cepin e dhomës sime, me duart që më ndridhen mbi tastier dhe me sytë që më janë tharë nga lotët e shumt. Unë jam vetëm 22 vjeçe. Kur e them këtë numër me zë të lartë, tingëllon si fillimi i jetës, si pranvera e rinisë. Por nëse do të shihni të sytë e mi, do të kuptoni të se brënda meje jeton një grua e lodhur, një shpirt që ka parë më shumë stuhi se sa diell. Jam nën e 2 fëmijëve, ditë dritave të syve të mi, të cilët i kam rritur me sakrifica që vetëm një nënë e vetme mund t'i kuptoj. Por sot nuk dua të flas vetëm për vështirësitë e së shkuarës. Sot dua t'ju flas për gabimin më të bukur dhe më shkatrues të jetës time. Gjithçka filloi si një nevojë për mbështetje. U njoha me të, një burr që ishte 10 vite më i madh se unë. Ai ishte 32 vjeç, ndërsa unë isha 22 vjeç. Po për botën, kjo diferencë nuk është asnjë gjë, po për mua, në atë kohë, ai përfaqësonte malin ku unë mund të mbështetesha. Ai kishte pjekurinë, qetësinë dhe fjalët që më kishin munguar gjithmonë. Por kishte edhe një diçka tjetër. Ai kishte një unas në gisht. Ai kishte një grua në shtëpi. Ai kishte 3 fëmijë që e thërisnin baba. Unë e di se çfarë po mendoni tani. E ndjej gjykimin tuaj që përtej ekranit. Si mundesh, si mund të hysh në mes të një familje? Besomni, ja kam bërë vetes këtë pyetje çdo natë para se mua të më zinte gjumi. Por dashuria, ajo dashuria mallkuar nuk pyet për letra, nuk pyet për moral. Dhe për fatkeqësi, nuk pyet as për pasojat. Ne nuk ishim thjesht një aventurë një nate. Jo, ne ndërtuam një jetë paralele. Gjatë gjithë martesës së tij unë isha aty. Isha gruaja e tij në hije. Ai më thoshte se martesa e tij ishte thjesht një fasadë. Se ai rinte aty vetëm për fëmijët, se shpirti i tij më përkiste mua. Dhe unë e besoja, sa naive që isha.
E besoja sepse kisha nevojë të besoja se dikush më donte aq shumë. Ai u bë pjesë e jetës time dhe e fëmijëve të mi. Për vite me radh, ne ndanim gëzimet edhe hitërimet. Ai ishte streja imja kur bota mua më sulmonte. Mendoja se kishim një marrëveshje të heshtur me fatin, që një ditë herët avon, ai do t'ishte i imi plotësisht. Mendoja se dashuria jonë ishte aq e fortë sa të thyente çdo pengesë e çdo detyrim shoqëror. Nuk e kuptoja që isha thjesht një pushim për të, një aratisje nga realiteti, ndërsa për mua ai ishte vetë realiteti. Dhe pastaj ndodhi ajo që ndryshon çdo gjë. 4 muaj më parë, trupi im filloi të fliste. Ndryshimet ishin të vogla në fillim, por pastaj e vërteta u bë e pamohuar. Bëra testin pozitiv, ula në dyshemen e tualetit edhe qava. Jo nga trishtimi, por nga një përzierje e çmendur emocionesh. Brenda meje por ihte një zemër tjetër, fëmia i tij dhe fëmia ynë në këtë rast. Mendova me veten time, kjo është shenja, ky fëmijë do t'jetë ura që do t'na bashkojë përgjithmonë. Mendova se kur ai ta merrte vesh, do t'linte gjithçka dhe do t'vraponte drejt meje, për të ndërtuar familjen që ne kishim ndruar. Jam 4 muaj e 7 zën tani. Barku ka filluar që të më duket. Çdo lëvizje e bebit më kujton atë. Është një djalë apo një vajzë që ka gjakun e tij. Sytë e tij ndoshta, buzëqeshjen e tij. Por në vend që ky fëmijë të sillte bashkim, ky fëmijë solli fundin. Kur gjërat u vështirësuan, kur unë kisha më shumë nevojë se kur për të, ai bëri zgjidhjen e tij. Dhe zgjidhja nuk isha unë. Ai më la ftohtë edhe pa mëshirë. U kthye te gruaja e tij. U kthye te rehatia e shtëpisë së tij të ligjshme, duke më lënë mua të përballem vetëm me stuhin. Më la me 2 fëmijë për dorë dhe me një tjetër në bark, të braktisur si një leckë e vjetër pasi e kishte përdorur për vite me radhë. Tani jam këtu, në këtë udhkryq të mallkuar dhe nuk di se nga të shkoj. Kam 3 rrugë dhe të treja më duken si shtigje drejt humbjes. Ju lutem vendosni veten në vendin tim për një moment. Vetëm për një moment para se të më gjykoni. Rruga e parë. T'ja tregoj të vërtetën. Mendoj se çdo ditë ta marr në telefon ose t'i dal përpara. Ti them, ti ike, por nuk mund të ikësh nga gjaku yt. Jam 4 muaj 7 zën me fëmijën tënd, por pastaj frika më kaplon. Po sikur të më refuzoj sërish, po sikur të më kërkoj ta heq, tani që është tepër vonë, po sikur të më thotë se nuk i intereson. A mund ta duroj unë një tjetër thyrje zemre? A kam forcë t'i shoh sytë e tij të ftohtë duke parë barkun tim? Po mendimi i dytë është ky që ta mbaj këtë sekret të rënd. Mund të zgjedh heshtjen, të zhdukem, ta ris këtë fëmijë vet siç bëra me 2 të tjerët. Të jem nën dhe baba. Ti them fëmijës kur të rritet se babi i tij ishte një njeri që nuk e meritonte, por a është e drejtë kjo? A ka mund të drejtë t'i mohoj fëmijës tim identitetin e tij dhe sinqerisht si do t'ja dal unë ekonomikisht? Jam sot 32 vjeçë, 22 kam qenë kur e kam njohur atë, me 3 fëmijë e vetme në një botë të egër. Ti tregoj asaj gruas së tij. Ky është mendimi që më bren më shumë ndërgjegjen, por edhe ai që më duket më i drejtë në një mënyrë të çuditshme. Ti
Ti shkoj asaj nusje dhe ti them burri yt ka një fëmijë me mua. Jo për t'i bërë asaj keq, por për hir të së vërtetës. Mendoni pak, fëmia që po rritet brenda meje ka vëllezër dhe motra atje. Fëmijët e asaj gruaje do të kenë një vëlla ose motër gjaku, a nuk kanë të drejtë ata ta dinë këtë gjën? A nuk kanë të drejtë të njihen? Nesër ata mund takohen në rrugë dhe të mos e dinë që janë gjak. Kjo më tmeron. Por e di që nëse e bëj këtë do të shkatroj përfundimisht një familje, do të jem unë e keqja e kësaj historie. Nata sonte po bie sërish dhe unë jam ende pa përgjigje. E ndjej peshën e fajit, peshën e tradhtisë, por mbi të gjitha peshën e pafajësisë së këtij fëmije që nuk kërkoi të vinte në këtë lëmsh. Ai thjesht do të jetoj, ai thjesht do të dashuri. Ai burr vazhdon jetën e tij sikur asgjë nuk ka ndodhur. Ndoshta tani është duke darkuar me familjen e tij, duke qeshur, ndërsa unë numroj 100 darkat dhe fshilotët që të mos më shohin fëmijët e tjerë. Është e padrejtë. Zot, sa e padrejtë është kjo botë. Nuk e di çfarë të bëj. Jam e bllokuar mes dëshirës për hakmarrje, nevojës për drejtësi dhe instiktit për të mbrojtur fëmijën tim nga kjo dramë. Ju lutem ndihmoni. Çfarë do të bënit ju në vendin tim? A do të luftonit për atësinë e fëmijës? A do heshnit për jetë? Apo do t'i vinit flakën gjithçkaje për të treguar të vërtetën? Pres një shenjë, një fjalë, një këshill. Sepse unë jam vetëm 22 vjeçare e humbur në labirintin e jetës, në një zemër që re brenda meje dhe një tjetër që ka pushuar së rauri prej kohësh. Më tregoni rrugën e vërtetë. Këto janë fjalët e kësaj vajze e cila ka nevojë për ndihmën tuaj.